E tani miq, do të besim edhe më tutje tek shëntrimi Nën Terezës. Pikërisht nesër, që do të bëhet shëntrimi i saj në Vatikan në New York, në Manhattan, do të bëhet vendosja shtatore së saj. Një intervistë ekskluzive realizuar nga kolegu ynë Halil Mula na vije me ambientalistin Mark Gjonaj, ku do të mund të mësoni më shumë detajet rreth vendosjes së kësaj shtatoreje. Çdo gjë është gati për manifestimin i cili do të organizohet nesër ditën e diel në Battery Park në qendër të New Yorkut në Manhattan. Është ky një manifestim që organizohet me rastin e shëjtërimit të Nanës Terez, ku komuniteti shqiptar i New Yorkut, të udhëhequr nga Asambleisti i Shtetit të New Yorkut, bashkombasi jon Mark Gjonaj, organizojnë një celebrim manifestim me një program të pasur kultur artistik. Në këtë manifestim do të bëhet edhe zbulimi, vendosja e statujës së Nanës Terez, e cila tashmë ka arritur këtu dhe është e gatshme për tu vendosur nesër aty ku do të parakalojnë brenda ditës rreth 20.000 veta. Personi më mëritor, siç e thash, është Mark Gjonaj. Mark, faleminderit për këtë mundësi që na e ka dhënë gjithëve. Thank you. Halil, thank you, and thank you to RTV21 for being a part of this incredible moment in our history. Faleminderit juve dhe Radio Televizionit 21 për përkrajën e këtij organizimi madhështor historik. Është nder i vërtet për ne që Nëna Tereze është e lindur shqiptare dhe këtë t'ja themi të tërë botës. Ngjarje kjo që ndodh një herë në jetë. S'do mend se është dashur mjaft angazhim për këtë organizim. Çka pritet të shohin shikuesit dhe pjesëmarrësit në këtë manifestim ditën e diel? Well, the community, Albanian American community, has made it very easy for me. More than 20 organizations have been working on this for months to make sure that this event is fitting of such a... Jam mirënjohës komunitetit shqiptar amerikan për përkrahjen. Më se 20 organizata të komunitetit marrin pjesë në këtë organizim për të qenë sa më i mirë në këtë ditë të shenjtë, që do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Mark, glad to hear this. Komuniteti ju ka përkrahur, por edhe vetë si pjesëmarrës në organizim kam qenë dëshmitar i angazhimit tuaj. How much was done from your side? There's a lot of work and planning and preparation that went into this, and we expect it to be an incredible celebration. But let's not discount those that did participate, the dozens and dozens, more than 20. Çdo mend se duhej angazhimi mjaftueshëm për të mos të harrojmë se me dhjetra organizata mbi 20 sosh kanë marrë pjesë së bashku me 6 institucione fetare, mes tyre 3 xhami, Kisha e Zonjës së Shkodrës, Kisha e Shën Luqis dhe Kisha Ortodokse Shqiptare. Të gjitha këto institucione fetare janë bashkuar, jo vetëm për të ndihmuar, por si një koqire bashkëorganizatore, dhe duhet potencuar se institucionet fetare shqiptare organizojnë shpërndarjen e ushqimit ditën e diel dhe bartin vetë shpenzimet të gjitha së bashku. Shpresoj se vendi ynë, trojet tona shqiptare do të mund të nxjerrin mësim nga kjo, se si të gjithë ne shqiptarët nga treva të ndryshme, nga Kosova, Shqipëria, Presheva, Mali i Zi, Maqedonia, të gjithë janë bashkuar që të kremtojnë këtë moment pavarësisht përkatësisë fetare apo rajonale. Do të jetë një ditë mrekullueshme dhe shpresoj se do të vazhdojmë të ecim këtyre hapave dhe kësaj traseje duke kremtuar e celebruar arritjet tona. Mark, në pritje të një organizimi të mirë, mirpresim bashkimin e komunitetit tonë në këtë mënyrë. This is a proud day for our community. They're going to shine. Komuniteti ynë do të shkëlqejë përsëri duke kremtuar ditën e shëntrimit të Nënës Tereze të Kalkutës, ashtu siç e meriton vetë Nëna Tereze. Është nder për ne dhe botën mbar që ne morëm leadershipin në këtë organizim si komunitet, e ku më mirë se në Battery Parkun e qytetit të Manhattanit. Thank you, Mark. Thank you. Edhe unë i bashkohem Markut dhe them se nuk ka ditë më të mirë dhe organizim më të mirë se Nëna Tereze, e shenjta Nëna Tereze të vendoset në qendër të New Yorkut, në qendër të Manhattan, në Battery Park. Mirë po nga aty me çka kam dëgjuar, do të bartet në Dag Hammarskjöld Plaza, Karshi, organizatës e Kombeve të Bashkuara, ku do të qëndroj gjatë tërë muajit, kur edhe organizohet Asambleja Gjenerale e Kombeve të Bashkuara. Njëherët shfrytëzoj rastin që të ftoj
komunitetin, bashkëdhetaret që në mënyrë masovike të dalin ditën e diel në këtë organizim të marrin pjesë që ta bëjmë sa më madhështore. Ndërkaq, tani do t'ju sjellim një tjetër intervistë realizuar me dy zonja nga komuniteti shqiptaro-amerikan që janë bashkë organizatore të këtij eventi. Ju ftojmë të ndiqni deklaratet nga zonja Vera Mjeku e Angelina Nika. Points is that we have a number of families that have taken the responsibility for this statue and any other statue, and the intent is one in every borough and one in Westchester. A plaque is going to be on the statue. Ne falenderojmë të gjithë mediat dhe të gjithë organizatat që e kanë përkrahur këtë projekt, sepse ky projekt nuk është as i njërit dhe as i tjetrit, ky projekt është i komunitetit shqiptar dhe ka ardhur koha që të vihet një emërues i përbashkët në organizime dhe në festime të kalibrit të tillë. Unë dua t'i bëj thirrje të gjithë komunitetit të mbështetin pareshtur, të ftojnë të gjithë familjet, miqësinë, shoqërinë, kolegët e tyre të bëhen pjesë e kësaj dite kaq të rëndësishme për ne shqiptarët. Jenë mbledh gjitha organizatat, jenë mbledh gjitha grupet këngëtar, valltar, fëmijë të vegjël që donë me recitue, me dhanë diçka për këtë aktivitet dhe deri tash pothuajse programi ka marrë fund, ka marrë ato përmasat e ndaja që është gati në përfundim dhe besoj që do dalë një program shumë i mirë dhe i ftojmë gjithë shqiptarët, është dita jonë.